Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më provokuese të horoskopit. Në vend të parë, binjakët. Për binjakët, provokimi është sport. Ata e bëjnë me humor, me biseda të shpejta, me lojra mendore dhe me batuta spontane. Janë të paparashikueshëm dhe pikërisht kjo i bën më tërheqës. Të ngacmojnë, po aq sa të bëjnë edhe të qeshësh. Në vend të dytë, luani. Luani nuk ka nevojë të mundohet shumë. Mënyra si ecën, si flet dhe si e mban veten është provokim veta. Janë karizmatik, të zjarrt dhe përdorin humorin e tyre për të provokuar të tjerët pa u munduar. Luani e njeh fuqinë e tij dhe e përdor me shumë stil. Në vend të tretë, akrepi. Akrepi nuk provokon me fjalë, por me energji. Shikimi, mënyra si të vëzhgon, si të flet ngadalë, të tërheq pa kuptuar. Kanë një mister që i bën njerëzit i ndjekin. Janë shumë të kontrolluar dhe pikërisht kjo i bën edhe më provokues. Në vend të katërt, dashi. Dashi provokon pa e menduar fare. Është impulsiv, energjik dhe i drejt për drejt. Ka një lloj magnetizmi adrenaline që i bën të tjerët të shohin dhe të bjerë shumë në sy. Shtyn kufit, futet në sfida dhe të provokon me buzëqeshje. Kjo gjë i bën që njerëzit të vinë pas tij.